Ekipet e ndërmarrjes publike e komunale Tetova kanë ndërmarrë aktivitete të përditshme që sa më të përgatitur ta presin festën e Kurban Bajramit, me qëllim që qytetarët t'i gjejnë të pastra hapësirat publike, por dhe objektet fetare. Gjatë orëve të natës janë realizuar larjet dhe pastrimi i hapësirave përreth xhamive, në prag të festës Kurban Bajramit. Drejtori i NPK Tetova dhe ekipi i tij kanë ndërmarrë edhe një nismë që të pastrohen edhe varrezat e dëshmorëve në vigjilje të Kurban Bajramit. Ky kompleks memorial pastrohet zakonisht gjatë ditës së premte, por për shkak të festës, ekipi i NPK Tetova pastroi varrezat e dëshmorëve me qëllim që gjatë ditës së Bajramit të jenë më të pastra për të pritur besimtarët që do të bëjnë duat dhe lutjet. Jemi munduar se për çdo vit dhe për çdo Bajram t'i pastrojmë në shenjë respekti varrezat e dëshmorëve, edhe pse kemi në plan për çdo të premte t'i pastrojmë, po për shkak që të festës Kurban Bajramit, me thonë kemi ardhur që sot t'i pastrojmë ose presim ditën e premte. Kështu që kemi bërë edhe disa aktivitete tjera, ku kemi larë çdo pjesë përpara xhamive të qytetit, gjithashtu edhe këtu tek varrezat e qytetit kemi larë pjesën e trotuareve që për Bajram të jetë sa më pastër. Por jo vetëm kaq, NPK Tetova bashkë me drejtorin Bislimi kanë vazhduar me mbjelljen e drunjeve në hapësirat publike. Një aktivitet i këtillë u realizua afër xhamisë së Sahatit në Tetov. Nga NPK Tetova thonë se vazhdojnë punën në terren, duke u kujdesur që rrugët dhe hapësirat publike të mbeten të pastra për qytetarët e Tetovës.